28 nëntori është një ditë e veçantë që rreh në çdo zemër shqiptare. Kjo është dita e flamurit dhe pavarësisë. Me 28 nëntor 1912, Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë dhe shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Kjo ditë është simboli i lirisë, bashkimit dhe sakrificës që shqiptarët që dhanë jetën për të arritur këtë moment të lavdishëm. Flamuri Kuqezi, që sot fluturon mbi çdo qytet dhe fshat shqiptar, është simbol i krenarisë dhe një historie të lavdishme, e cila na bën të gjithë të ndjehemi krenar dhe të nderuar. Për një fjalë përshëndetse, ftoj ushtruesin e detyrës së drejtorit të shkollës, zotrin Lulzim Ahmeti. Të nderuar e të dashur nxënës të shkollës sonë, të nderuar kolegë, e nderuar media dhe vëpoja. Sot jemi mbledhur për të shënuar një ditë e shenjtë për kombin tonë, 28 nëntorin, ditën e shqiptarëve, ditën e flamurit. Kjo datë është gurthemeli i historisë sonë, sepse na kujton sakrificat e mëdha, vizionin e burrave dhe grave që luftuan për lirinë, si dhe krenarinë e të qendrit shqiptar. Është një ditë që na bashkon të gjithëve rreth flamurit, gjuhës dhe kulturës sonë. Në shkollën tonë, këtë ditë po shënojmë në mënyrë simbolike, përmes një aktivitetit letrare muzikor, ndërsa pjesa tjetër e nxënësve vazhdon mësimin. Ky organizim nuk është rastësi, por është një mesazh i qartë. Mësimi është parsor. Dija është rruga më e sigurt drejt zhvillimit personal dhe kombëtar. Festat, aktivitetet kulturore dhe artistike janë të domosdoshme, sepse ne japin frymëzim dhe na lidhin me rrënjët tona, por ato do të jenë gjithmonë shoqëruese të mësimit, duke pasuruar dhe duke dhënë kuptim më të thellë. Ky është simboli i shkollës sonë, një institucion ku dija dhe kultura ecin krah për krah. Ne duam që nxënësit tanë të rriten, jo vetëm si të ditur, por dhe si të vetëdijshëm për identitetin e tyre kombëtar, si qytetar të përgjithshëm dhe si njerëz me vlera. Le të jetë kjo ditë një kujtesë e përhershme se dashuria për atë dhënë shprehet më së miri përmes dijes, punës dhe përkushtimit. Vetëm duke u arsimuar, duke respektuar njëri tjetrin dhe duke kontribuar për komunitetin tonë, ne ndërrojmë vërtet flamurin dhe historinë tonë. Urime 28 nëntorët të gjithëve, qoftë kjo ditë një frymëzim për të ecur përpara me krenari dhe besim në të ardhmen. Faleminderit. Faleminderit zoti drejtor. Për nder të kësaj feste, nxënësit e shkollës tonë kanë përgatitur një program të vogël, simbolik me poezi, këngë e valle. Ju ftoj që ta ndjekim së bashku.
kallzon mbledhim të prillit, por si ambli vladierës që në mund gjitë e trandofilit, por si vala e breku detit, por si gjama rëfes qëtare, por si ushtima një tërmeti, një ashtu a gjuha janë shqiptare. Ah, po jam bel fjala saj, por si gjumim një kërdi, e por si drita plotu saj, e por si gazi pa mashtri. Pra, malkunja i birë shqiptari, që këtë gjuhë të perëndis, trashikim që në laj pari, trashikim nuk janë në laj fëmis. Dhe ati u thaft po goja, që e përbus këtë gjuhë hynore, që në gjutuj kur sash nevoja, flet e të vetën e len pasdore. Në gjushqipe në natona, që shprej djepit në kam thanun, se ashtë një zot që do t'a dona, e nja që jetën në ka dhanun. Edhe Shqip në thanë, se zoti për shqiptar Shqiprin e fali, se sa tendët stina e moti, do t'a kësojnë të djarë mas djari. Pra, shqiptar qdo fejtë që jini, gek, tosk, malsi e qyteta, gjuhën tuj kur mos t'alini sa tjetjeta, por për të e gjithmon punoni, pse sa të mbani gjuhën tuj, fizi juj, vendi e zakoni, kanë mumbaj larkambës huj. Në përgju Shqipe po të mbarë, kam ju njoftë se qfis ju kini, kam ju njoftë për shqiptar, triman sa si kurse jini. Prandaj pra, ne doni fisin, mali pregu dhe malsia, prej një goje sot prohorisim, në gjut vetën rënohë Shqipnia. Qortim dëshmori. Erdha nga lufta në këtë shpat mali, pran lapidarit flas midis jush. Shumë irritohem, shumë më merr malli, sa edhe shpirti më ndizet prush. Më përvjetor festat e varri, vinë shqiptar e anti-shqiptar. Vinë ata që ishin servili lojë djalli, vinë patriot e shlirimtar. Pranverat e liris i shoh, i gëzoj me kosovarët, shokët, misht, shumë mirë i njo shumë mirë ndërgjegje vrarët. Barikad bëm gjokës të zemra, kur prodhi vdekja në tokën time, anti-shqiptarët dolen me emra, e mprehan shpatën diferencime. Kur shpërtheu dhuna vërshoj terri, bashk me shokë ngritën bajrakun, kur na ushkin gjuha prago e nderi, për Kosovë e fala jetën gjakun. Kur përvloj stuhi shovene, u ba Kosova kamp për qëndrimi. Ka inët brodhen mënyrë solemne, e mbollën vdekjen, e mbollën krimin. Ju bënte pun shumë retorika, në shërbim të armikut në vit parë. Nuk ju duhe republika, fajtor kërkonin veç ndër shqiptar. Dikur më kurdisën plumba burgje, shpirt qiturit mendje vazal. Përse më ven sot për mbi varë lule, ku janë të gjallët, a ka të gjallë? Përse mi thurin apologjit, këta bajraktar që jam e qpallur. Si ti durojmë demagogjit, nuk u flijuam për natallur. Këta që shpesh ndrojnë në kur, mendje penge shpirtin rob. Ndorojnë gjyra flamuj, s'kana dhe flamur e kom. Pse s'ndalet rapi me galop, hipokrizia godet në zemër. Ku janë të gjallët, pse nuk thon stop, pse nuk i thon gjërat me emër. Na lini të qetë këtu të flenë, ditët e bardha mos i nxini, amanetin e djemve të rënë, bashk me gjakun mos i shkilni. Një gjerdan luftra shkon për tufane, ende të derdhet gjak për liri. Nuk u flijuam për parti e klane, si që po thonë sot një palë zotni. Me sheku gjak për këto ditë gëzimi, Kosova tërtë mos ketë kur. Anti-shqiptarët marrin dëshkimin, kur ngren shqiptarët veç një flamur. Kur të plot ta keni për kushtimin, për
Kur ta qonin dhënë betimin, atëherë të qetë do prehemi ne. Festa kombëtare shqiptare, 28 nëntori. Çdo kom ka ditët e tij të shënuara, por për shqiptarët, 28 nëntori zë vendin kryesor si festa më e rëndësishme kombëtare. Në këtë datë, historia jonë merr kuptim të veçantë, sepse ajo lidhet disa ngjarje të mëdha që kanë përcaktuar rendin e identitetit tonë si popull. Ngritja e flamurit në Vlorë nga Ismail Qemali, lindja e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe dalja publike e ushtrisë çlirimtare të Kosovës e përshëndroi 28 nëntorin si simbol të lirisë dhe bashkimit bashkëkombëtar. Festa e
kombëtare. Sot 28 nëntori nuk është thjesht një datë historike, por një ditë reflektimi dhe nderimi për të gjithë ata që kontribuan në mbrojtjen e identitetit tonë. Shkollat, institucionet dhe familjet shqiptare e festojnë këtë ditë me aktivitete, këngë, valle dhe ceremoni përkujtimore. Flamuri kuqezi me shqiponjet të krenare valon kudo, duke na rikujtuar sakrificat dhe idealet e prezave që luftuan për liri. 28 nëntori mbetet festa më e madhe kombëtare shqiptare, sepse përmbledh ngjarjet më të rëndësishme të historisë sonë. Ajo na kujton rrenjët, sakrificat dhe triumfët e popullit tonë në rrugën drejt lirisë. Si një ditë uniteti dhe krenarie, festa kombëtare shqiptare na fton që të ruajmë dhe të nderojmë vlerat kombëtare, duke punuar për një të ardhme të denjë për historinë që trashëgojmë. 28 nëntori është dhe do të mbetet drita e shpirtit dhe krenarisë shqiptare. Dita e flamurit. 28 nëntori vjen çdo vit, me flamur të kuqe valvit, me shqiponje krenare në mes, që na kujton sa shumë jemi rrit. Nga Vlora nisi liria jon, kur i smaj që mali flamuri ngriti, dhe gjithë shqiptarët me një zë, atë ditë historinë shkruan me dritë. Sot ne festoj me gëzim, me këngë, me vargje, me zemër plot, se flamuri s'është vetëm simbol, por dashuri, identitet dhe Zot. Prandaj, le t'i bashkojmë